3 armiqtë e brendshëm të suksesit. Udhëtimi i Kenji me mjeshtrin Dai. Imagjinoni një mëngjes të freskët pranë një kurie të dendur bambuje, ku era e lehtë lëviz gjethet si një këngë e heshtur e natyrës. Dielli sapo ka filluar të ngrihet mbi majat e largëta të maleve, duke hedhur rrezet e arta mbi një tempull modest prej drurit të vjetër, i gdhendur me kujtime të shekujve. Ky nuk është një pallat i madhërisëm me kulla të larta dhe aureola, por një strej e thjeshtë, ku çdo gur, çdo dëras tregon histori të heshtura të mençurisë. Këtu jeton mjeshtri Dai, një burr i urtë zen, me flokë të bardhë si reja e dimrit dhe sytë që mbartin thellësinë e oqeanit. Ai nuk është një misionar i zhurmshëm, por një dëshmitar i qetë i jetës që ka kaluar dekada duke medituar në hijen e këtyre pemëve të gjelbra, duke dëgjuar ritmin e ujit që rrjedh në pellgun e vogël pranë tempullit. Njerëzit vinë nga larg për të kërkuar këshillën e tij. Disa udhëtojnë me javë me radhë, duke kaluar pyetje të dendura dhe lumenj të egër, vetëm për një fjalë nga goja e tij. Sepse mjeshtri Dai nuk jep përgjigje të shpejta si ilaçet e farmacisë, ai hap dyert e mendjes, duke të bërë të shohësh veten ashtu si je vërtet. Sot, një mëngjes i tillë, era sjell një vizitor të ri. Është Kenji, një i ri ambicioz nga qyteti i madh, ku dritat e neonit digjen natën e tërë dhe ëndrat duken aq të prekshme sa metaforat në librat e vjetër. Kenji ka 28 vjeç, me sy të zbet nga netët e gjata pune dhe shpatulla të rëna nga pesha e pritshmërive. Ai ka ardhur duke ecë me hapa të shpejtë, duke mbartur një çantë të vogël me ca rroba të thjeshta dhe një zemër të mbushur me frustrim. Kenji nuk është i pari që vjen këtu me të njëjtën plagë. Ai ka provuar gjithçka, kurse online për motivim, libra mbi suksesin e shpejtë, takime me mentor që premtojnë miliona brenda një viti. Por çdo herë kur arrin pranë pikës së suksesit, diçka e padukshme e ndalon. Një kontratë që nuk firmoset, një ide që humbet në zhurmën e zyrës, një mundësi që shpëton si rër mes gishtërinjve. Pse unë, pyet veten Kenji çdo natë, duke u kthyer në shtëpi me duar bosh dhe shpirt të rënduar. Sot, ai ka vendosur të kërkojë përgjigjen të mjeshtrit Dai, sepse legjendat thonë se ky burr i vogël me rrobat e thjeshta mund të shohë atë që të tjerët nuk e shohin, pengesat e vërteta, ato që nuk janë gur në rrugë, por hije brenda shpirtit. Kenji arrin në hyrjen e tempullit, ku një portë e ulët prej bambuje pret vizitorët si një mik i vjetër. Ai troket butësisht dhe pas disa çastesh, dera hapet. Mjeshtri Dai del jashtë me një gotë çaj jeshill në dorë, duke buzëqeshur me një qetësi që duket se ka lindur bashkë me të. Mirë se erdhe, udhëtar, thot ai me zë të butë si fshfërim e gjetheve. Çfarë të solli këtu, në hijen e këtyre pemëve? Kenji pa humbur kohë, derdh zemërimin e tij. Mjeshtër, unë dua sukses. Kam ëndra të mëdha, një biznes që ndryshon botën, një emër që njihet kudo. Por çdo herë, pengesa të padukshme më ndalin. Sikur diçka e errët më tërheq prapa. Çfarë po bëj gabim? Mjeshtri Dai nuk përgjigjet menjëherë. Ai fton Kenjin të ulet pranë pellgut të vogël, ku uji i qetë reflekton qiellin si një pasqyrë e pastër. Shiko këtu, Kenji, thot ai, duke hedhur një gur të vogël në ujë. Plop. Rreziqet shtrihen si val, duke turbulluar imazhin e diellit në sipërfaqe. Pengesat që ti sheh nuk janë të jashtme, si ky gur. Ato janë valet brenda teje, trazirat e mendjes që e bëjnë reflektimin tënd të paqartë. Bota jashtë është si ky pellg, e qetë kur je i qetë ti armiqtë e vërtet nuk jetojnë në rrugët e qytetit apo në zyrat e shefave, ata jetojnë brenda teje, duke të ngrënë nga brenda si krimba në mollë. Sot do t'i njohim 3 prej tyre, dyshimin, frikën dhe lidhjen. Do t'i shohim një nga një, si miq të vjetër që nuk duam t'i pranojmë, por që duhet t'i përballojmë për të gjetur lirinë. Kenji dëgjon, me sytë e fikur në valet që zhduken ngadalë. Mjeshtri vazhdon, le të fillojmë me të parin. Pika 1, dyshimin. Ai është si një re e rëndë gri që mbulon diellin e potencialit tënd. Imagjino një fushë të gjelbër plot me fara të reja, gati për të mbirës. Por dyshimi vjen si një stuj, duke të thënë, pse të provosh? Do të dështosh si herët e fundit. Kjo farë nuk do të rritet kurrë. Dhe ti, Kenji, e dëgjon atë zë brenda, ti nuk je mjaftueshëm i zgjuar, nuk ke lidhje të mjaftueshme, nuk ke kohë të mjaftueshme. Çdo ide e re, çdo hap i vogël, ndalet nga kjo re. Por ja çfarë duhet të dish, dyshimi nuk është një mur i palëvizshëm, është një iluzion i krijuar nga mendja jote. Për ta mposhtur, nuk lufton me të, sepse lufta ushqen dyshimin. Në vend të kësaj, kultivo besimin në vetvete, si një farë që thjesht rritet pa pyetur pse apo si, mendo për një farë që mbillet në tokë. Ajo nuk dyshon në errësirën e tokës, ajo thjesht pi ujë, ha dritë dhe shtrihet lart. Ti je si kjo farë, Kenji. Çdo përpjekje e vogël, një telefonat, një ide e shkruar në letër, një hap i vogël drejt ëndrrës, ka kuptim. Beso se universi e sheh atë, se çdo veprim i vogël ndërton urën drejt suksesit. Kur dyshimi vjen, mos e sfido, thuaj, ti je vetëm një re. Do të kalosh dhe dielli im do të dalë përsëri.
Praktiko çdo ditë, ulu në heshtje për 5 minuta, imagjino faren tënde duke rënë, duke u zhytur, duke u ngritur. Besimi lind nga veprimet e vogla, jo nga fjalët e mëdha. Dhe kur besimi bëhet shprehi, dyshimi bëhet vetëm një fllat i lehtë, pa fuqi. Kenji merr një frymë të thellë, duke ndier një lehtësi të vogël. Por mjeshtri Dai vazhdon, duke kaluar te i dyti armi. Pika 2 Frika. Tani, le të flasim për frikën, atë erë të fortë që fryn nga e panjohura. Krahasoni me këto bambu rreth nesh, Kenji. Era vjen e ashpër, duke tundur degët si dorza në një stuj. Nëse bambuja do t'i rezistonte erës, duke qëndruar e ngurtë si një lis i vjetër, do të thyej në copë. Por bambuja jon e lashtë për kulet, lëviz me erën dhe pas stuhis, ajo është më e fortë, më fleksibël. Frika jote është e njëjta, ajo nuk është mungesa e forcës, por një sinjal për të mësuar të lëvizësh me jetën. Ti më tregove për ato pengesa, kontratat që nuk firmosen, idetë që humbasin. Por në fund të tyre, çfarë fshihet? Frika nga dështimi, po nëse humbas gjithçka? Po nëse njerëzit qeshin me mua? Po nëse nuk jam aq i mirë sa mendoj? Kjo frikë të paralizon, duke të mbajtur në vend si një degë e ngurë. Kurajoja, Kenji, nuk është të mos kesh frikë fare, kjo është miti heronjve të lashtë. Kurajoja është vendimi për të ecur përpara, duke mbajtur dorën e frikës si një mik të vjetër, por duke mos e lënë të drejtojë. Çdo herë që përballet me të, frika humbet fuqinë. Filloj me hapa të vegjël, sot merr një telefonat që të tremb, nesër flit para një grupi të vogël. Çdo fitore e vogël do beson erën, mendo për një zog që mëson të fluturojë. E para herë, frika e bën të dridhet krahët, toka duket aq larg. Por ai hidhet, bie, ngrihet përsëri. Pastaj, një ditë, qielli bëhet shtëpia e tij. Ti je ai zog, Kenji. Frika nuk të bën më pak të vlefshëm, ajo të bën më të fortë, nëse mëson të përkulet si bambuja. Praktiko, kur frika vjen, pyet veten, çfarë është më e keqja që mund të ndodhë? Dhe a mund ta mbijetoj atë? Shpesh, përgjigjja është po, dhe kjo të çliron. Kenji ndjen një dridhje në gjoks, sikur era e brendshme po qetësohet. Mjeshtri Dai, duke parë ndryshimin në sytë e tij, kalon te i treti armi. Pika 3. Lidhja. Dhe tani, lidhja, zinxhirët e padukshëm që të lidhin me të shkuarën ose me dëshirat e së ardhmes. Ajo është si një rrjet merimang, e hollë por e pathyeshme, që të mban peng midis asaj që ke humbur dhe asaj që ende nuk e ke. Ti, Kenji, i përmbahesh dështimeve të kaluara, ai biznes që dështoi më bën të paftë. Ose pritshmërive të së ardhmes, vetëm nëse arri miliona, jam i suksesshëm. Këto lidhje të rëndonin, duke të bërë udhëtimin e jetës si një karvan me bagazhe të tepërta, janë një simbol për ty. Mjeshtri Dai nxjerr nga mëngja e tij një lule qershie të freskët, roz si agimi, me petale të buta që lëvizin lehtë në erë. Kjo lule lulëzon për vetëm disa ditë, pastaj bie, duke lënë vend për të reja. Ajo nuk i lidhet degës me zinxhir, ajo thjesht ekziston, e bukur në momentin e saj. Ti je si kjo lule në rrjedhën e kohës, një udhëtar i përkohshëm. Gjithçka në këtë botë është e tillë, njerëzit, sukseset, dështimet. Sa më shumë të kapesh pas tyre, aq më i rënd bëhesh. Lidhja të bën të besosh se vlera jote varet nga ato, një punë, një marrëdhënie, një trofe. Por kur mëson të lëshosh, bëhesh i lehtë si era, i lirë për të parë bukurinë e çdo momenti. Praktiko lëshimin çdo ditë. Në mbrëmje, shkruaj 3 gjëra që të lidhin, një keqardhje, një pritshmëri, dhe imagjinoje duke i lënë të fluturojnë si petale në erë. Mos u mbaj pas tyre, falu veten për të shkuarën, fal pritshmërinë për së ardhmen. Jetoj në tani, ndjeje ajrin që marrësh, shije çajin që pi, shikoj yjet që ndritin. Kur lëshon, Kenji, hapësira hapet, mundësitë vijnë si lumi që rrjedh i lirë, pa pengesa. Bëhet mbrëmje dhe mjeshtri Dai lë Kenjin vetëm në dhomën e vogël të tempullit, me një jastëk të thjeshtë dhe një qiri që digjet butësisht. Meditimi yt sot nuk është për të kërkuar përgjigje, por për të ndier qetësinë, thot ai para se të largohet. Kenji ulet në dysheme, me këmbët të kryqëzuara, sytë të mbyllur. Fillimisht, mendja i vrapon, dyshimi vjen si val, frika si erë, lidhja si zinxhir. Por gradualisht, frymëmarrja ngadalësohet. Ai imagjinon pellgun, ujin e qetë, pa val. Dyshimi kalon si re, frika përkulet si bambu, lidhja lëshohet si petale. Nata kalon në heshtje dhe me agimin, Kenji zgjohet i ndryshuar. Suksesi nuk është pasuri apo famë, është harmoni brenda, paqe me vetveten, zotërim i mendjes. Ai nuk kërkon më të pushtoj botën, ai kërkon të pushtoj hijet e brendshme. Përfundimi dhe largimi, mjeshtri Dai pret jashtë, me një gur të vogël në dorë, i rumbullakosur nga lumi, i butë si qetësia e pellgut. Mbaje këtë, Kenji, si kujtesë. Kur dyshimi, frika apo lidhja të ngrihen, mbaje në dorë dhe ndjeje peshën e saj të vogël. Kujto qetësinë e ujit, fleksibilitetin e bambut, përkohësinë e lules. Ti je i lirë tani.
Kenji merr gurin, ndjen një lehtësi në zemër, sikur ka lënë mbrapa një çantë të rëndë. Ai falsohet dhe largohet poshtë shtegut të Koreas me hapa të sigurt, me besim që rritet si far, me kurajo që përkulet me erën, me lirim që e bën të lehtë si era, dhe ja ku jemi, miq të mi të YouTube-ut. Ky nuk është fundi i historisë së Kenji, por fillimi i yll. Suksesi i vërtet nuk arrihet në botën e jashtme, me trofe apo aplauze, ai lind brenda, në betejën e heshtur kundër dyshimit, frikës dhe lidhjes. Beson në vetvete si në një farë të pathyeshme, përballet me frikën me kurajo si një bambu i pathyeshëm, lëshon lidhjet si petale në erë, duke jetuar plotësisht në momentin e tanishëm. Fitoria më e madhe nuk është mbi botën, por mbi vetveten. Faleminderit që ndenjët me mua sot. Nëse ky mesazh të preku, pëlqeni, abonohuni dhe ndani me dikën që ka nevojë për këtë drejtë. Le të ecim bashkë drejt lirisë së brendshme.